Vetëm pak ditë pasi çifti I njohur I shtëpisë më të famshme Brikena dhe Mateo konfirmuar ribashkimin e tyre, si duket gjërat kanë marrë një tjetër rrjedhë. Ndjekësit kanë nisur të aludojnë se mes tyre ka pasur një tjetër krisje, duke ngritur dyshime se dysha mund t'i kenë ndarë sërish rrugët pas rikthimit bashkë. Teksa vallëzonin, para disa ditësh Brikena largohet nga Mateo duke e lënë një pozitë të palakmueshme, ndërsa mbrëmjen e dielshme ajo ra në sy për mungesën e saj gjatë gjithë pjesës së parë të emisionit, duke u shfaqur në ekran vetëm në rubrikën e saj. Tani e tuti dhe më shihni vetëm në rubrikën time. Jam e ngarkuar me punë, por më shumë jam e ngarkuar emocionalisht. Gjatë potënjitjes mbrëmje, Mateo performoi për herë të parë në emision këngën e tij të parë me titull Mjaft domethënës kur të jesh larg. Përveç faktit që Brikena nuk ishte e pranishme në studio kur ai këndoi, ajo që ra më shumë në sy ishte mungesa totale, një reagimi apo mbështetje nga ana e saj për projektin e ri të partnerit. Madje, Brikena u bë e gjallë në rrjetet sociale, por jo për të publikuar këngën e re të Mateos. Ajo zgjodhi të ndante me ndjekësit e saj momente të afërta me Kader Kicaj, e cila ishte e ftuar në emisionin që ajo moderon. Kaq që mjaftuar që rrjetet të vlojnë nga aludime se mes dyshës ka pasur një tjetër sherr. Mbetet për të parë nëse bëhet fjalë për një krizë momentale, apo nëse ribashkimi I tyre zgjati vetëm pak ditë. Na do t'ju kujtojmë se Brikena dhe Mateo u njohën gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku aty u formuar romanca e tyre. Por që pas përfundimit të spektaklit, lidhja e tyre ka pasur shumë ulje ngritje, ku I kanë ndarë fancat në dysh, ku një pjesë beson se ata I kanë dhënë fund lidhjes së tyre, dhe pjesa tjetër mendon se kjo gjë bëhet vetëm për marketing. Ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos.